në mbledhje, ka menduar nga një herë në kokën time si jurist që të bëjnë një paditë gjithë deputetëve. Një paditë gjithëve? Gjithë deputetëve për pasurinë pa bazë. Pse? Sepse një vit shkun, hynshin në konvent, dilshin ka 5 minuta. Ligji përgjithësues konstitucionor thotë me dispozitë ligjore atje pasurimi pa bazë. Unë për veti kam konsideruar se ka hapësirë që t'ju bëjnë një padi në interesin publik për mbrojtjen e buxhetit të shtetit të gjithë deputetëve. Pit parë ditë. Kanë marrë pagë. Kanë marrë pagë pa punu. Çka kanë punu? Një vit kanë marrë pagë. Deputetët, stafi i tyre dhe a kanë nxjerrë në ligj? Jo. Ka qenë bllokada totale. Tash ta mund të arsitohen se kanë pas bllokada mos konsiderimit konventit për shkak specifika, se cili arsyet e veta. Po për mua nuk është arsyeja. Duhet të gjendet zgjidhje, edhe duhet të jenë një tolerancë arsyeshme njëri ndaj tjetrit në interes shtetit, që ta zgjidhin për shembull sikur atëherë që nuk e zgjidhen krye parlamentaren, propozon një, propozon tjetër, shko këta, mos voto, të kurzohet ata numra 3, 4, 5 edhe erdhën këtë stat, kur deputet ton morën një vit pagë, pa bo asnjë shkron pa allheq. A misioni i pushtetit legjislativ Kuvendit Kosovës është nxjerrja e ligjeve. Edhe një vit nuk kanë nxjerrë asnjë ligj. Edhe për mua kanë marrë pa kur far baze. E qartë. Se s'kan punu. E qartë, zotri Kastrati. Normalisht nuk kanë punuar dhe nuk po punojnë.